Konferenca vijoi me panelin e dytë me temën Stili i shëndetshëm i jetës gjatë gjithë jetës, nga rinia në moshën e rritur, i moderuar nga Saranda Bujupi Rama, gazetare e shëndetësisë dhe drejtoreshe Familja Jonë. Folësit e këtij paneli ishin Pranvera Selimi, influencere e stilit të jetës, Elton Bahtiri, endokrinolog, Vala Pupovci, nutricioniste dhe Neshat Krasniqi, trajner fitnesi. Pranvera, kur ke filluar fillimisht ndryshimin tek vetja, pa e menduar influencën tek të tjerët, me siguri fillimisht janë njoftu me dëmet, me rreziqet të cilat po jetojmë në dinamizmin tonë të jetës, me stilin e jetës që kemi dhe ke thonë, ok, unë du me bë një ndryshim pozitiv te vetja jem. Apo çka ka ndikuar që ti jesh një influencere e stilit të jetës, por njëkohësisht ti jesh një person shumë i shëndetshëm. Mandi është edhe ekspozimi në lloj-llojshmëri të shijeve që përmenda më përpara, ndihmon që fëmia me u mësu me shijet